zgjedhje muajit maj që Po janë shënuar nga 8 me balona. Mirëmbrëma të gjithëve. Edhe këtë diel jeni me emisionin POV Nacionale, ku për rreth një orë do t'jeni me mua Orb Ramadanin dhe kolegun tim Oqan Demoku. Përshëndetje Oqan. Kemi Orb. Këto 2 javë ka pas mjaft shumë zhvillime, po një ndër zhvillimet kryesore ka qenë një aksion shumë i madh i prokurorisë në Prizren, ku po dyshohet se ish drejtori i Byros Kosovare të Sigurimeve ka shkaktu dëm gati në 1 milion euro, e ku janë të dyshuar rreth 47 persona, nëse s'gaboj apo. 20 deri në 47 persona u konë caku i prokurorisë, dje janë arrestu, domethënë aksionin e djeshëm ka nisë rreth 5 mëngjes kështu, e ka drejtu prokuroria themelore në Prizren në krye me kryeprokurorin Petrit Kryeziun. Aksioni ka rezultu i sukses shumë se janë arrestu dikon 39 persona, disa prej tyre veç janë dërguar në mbajtje. Krejt fillimisht janë dërguar në mbajtje, tash domethënë disa prej tyre edhe lirohen procedurë të rregullta se i shqiptohet mos e para burgimit. Po. Për çka është për çka po dyshohet? Çka është që kjo? Fakt u ka një skem tepër mirë organizuar sipas dyshimeve dhe këto krejt kanë ndodhur gjatë vitit 2022-2023. Komplet janë mbi 100 e diçka transaksione kanë, mbi 160 transaksione dyshimta. Pra bëhet fjalë që ish drejtori transaksione i bën mi qit parë prej një kontës në kontën tjetër. Këtë rast prej kontës së Byros Kosovare Sigurime, BKS-s, i kanë qunë në për llogari për shembull tandën, temën. Tash çka po dyshohet këtu, e kemi edhe prononcimin e kryeprokurorit Petrit Kryeziu. A dëgjojmë prononcimin e këto dhe pastaj kthehemi prapë. Fjala është për keqpërdorimet që janë bërë në Byron Kosovare të Sigurimeve. Cak i hetimeve, në mesin e hetimeve pra janë ish drejtori ekzekutiv i BKS-s dhe ish drejtori i departamentit të hetimeve, po ashtu të Byros Kosovare, departamentit financiar faktikisht të Byros Kosovare të Sigurimeve, të cilët duke keqpërdorur autorizimet që ju kanë besuar nga BKS-ja, ju kanë mundësuar personave të ndryshëm, përmes personave të ndryshëm dhe vetvetes që të bartin transaksione të ndryshme, ku kanë arritur përfitimet më dha për vete dhe i kanë shkaktuar dëm të madh Byros Kosovare të Sigurimeve, po ashtu kanë keqpërdorur autorizimet ekonomike dhe kanë përpiluar dokumente të falsifikuara të cilat ne deri në këtë fazë kemi vlerësuar që ato dokumente të dyshuara faktikisht i kanë përdorur si të mirëqena dhe përmes kësaj i kanë shkaktuar dëm Byros Kosovare të Sigurimeve në vlerë prej 1.043.000 euro. Për me qenë më të qartë deri në këtë fazë, ne kemi arritur që të sigurojmë 166 transaksione të dyshimta. Në mesin e tyne, 25 transaksione kanë të bëjnë me 12 persona, me të cilët kanë arritur ujdi fiktive jashtëgjyqësore, kinse për përfaqësim si të autorizuar përfaqësues të personave që më herët kanë pasur aksidente në komunikacion, dhe i kanë kompenzuar në vitin 2022 dhe 2023 përderisa persona të tjerë veç se kanë qenë të kompenzuar qysh në vitet më hershme 2016 dhe vitin 2017, po ashtu kanë aplikuar edhe 141 transaksione tjera të persona të ndryshëm pa asnjë dokument të vetëm dhe kanë bartur shuma të ndryshme. Shuma më e vogël e transaksionit ka qenë 6.800 euro, përderisa më e larta ka qenë 68.000 euro. Aksion të sotshëm i kemi pas target 46 persona fizik dhe ka përfunduar aksioni me 39 persona të arrestuar për cilët prokuroria ka lëshuar vendim për ndalim. Po ashtu aksioni i sotëm i cili ka përfshirë gjithë territorin e Republikës Kosovës, nga Prishtina në Prizren, nga Prizren në Mitrovic, nga Mitrovica në Pej, Klin, Raovec, Obilic, Gjilan, Ferizaj e deri në Dragash. Nuk ka pasur region që nuk ka pasur bastisje dhe kontroll dhe arrestime në ditën e sotshme lidhur me këto keqpërdorime. Vlen të theksohet se sa i përket sekuestrimeve, kemi sekuestruar të holla kesh në vlerë prej 23.700 euro, kemi sekuestruar ari, aksesor, orë dore të ndryshme,
armë, pajisje elektronike dhe gjithashtu kemi pas bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me njësinë e inteligjencës financiare dhe kemi arritur që t'i bllokojmë të hollat në vlerë prej 1.300.886 euro. Kjo pra është bilanci, ne kemi qenë teren 7 prokuror, zbashku me mua 8, dhe kemi pas njësitë të shumta policore, rreth 400 zyrtar policor, për çka lidhur me planin operativ mund na flas më shumë edhe kapiteni Karaliti, lidhur me atë se sa persona dhe sa zyrtar policori kemi pas të angazhuar. Qëtu pra kënë detajet paka shumë që ka tha krye prokurori, po do më thana e kemi do detajet dhe që e kemi marrë si informacione kështu prej burimeve tona. Aksioni ka njës heret mëngjes, kanë marrë pjesë dikon 400 zyrtarë policore. 400 zyrtarë policorë të përfshim në aksion. Po, shumica nga prej aksioneve ku ka pas mas shumë të zyrtarë policorë të përfshim. Qashtu, edhe shumica e lokacioneve kanë qenë në Prishtinë, qa është për çudi, do më thonë, ky rast ka shku një herë në Prokurorinë Speciale të Republikës Kosovës, nuk është trajtuar atje, sepse diçka nuk u kanë kompetencë prokurorisë speciale ose diçka e tillë. Pastaj ju ka delegu mas pari prokurorisë themelore në Prishtinë. Edhe të njëjtit kanë thonë që nuk mund me trajtu shkaku i konflikt interesit, por nuk ka ndonjë detaj. Diçka brenda Londës, Edhe pastaj prokurori i shtetit do më thonë e ka delegu te kryeprokurori Petret Kryezio, po edhe i ka delegu janë marrë dikon 8 prokuror kënd përfshim. 8 prokuror të përfshim, okej. Edhe djenë teren. Tash çështja është kjo. Sami Mazreku, do më thonë se ish drejtori i BKS-s, Byros Kosovar të Sigurimeve, edhe ish drejtori i financave. Që ky Valem Berisha, do më thonë po dyshohet që janë kryesorët e krejt kësaj skeme. Çka kanë bëu këta? Nëse ti e ke bëu një aksident, për me pas ma qartë edhe publiku, nëse e ke bote një aksident 2010, 2013, që shto të më thonë shumë vite ma heret, po, ti ke shku dhe e kompenzu prej kompani sigurimeve, për shembull, ose me gjëzë, ose qato. Qa kanë përfundu si procedurë, po. Po, jënë mbyllë. Ta shka kanë bëu këta, do më thonë, e kanë marrë një person, kishe është i autorizum i arbrit. Ti e kompenzu, e ke kryu aksidentin, pa e ka arë si person i autorizum në BKS, do më thonë Byron Kosovare të Sigurimeve, edhe ka bu një marrëveshje ku ju kanë ndihmu, do më thonë Sami Mazreku dhe Valem Berisha, këta po dyshohet se e kanë organizu krejqit skem. Mes nësë zgabëj, Sami Mazreku e ka pranu që 1 milion euro ka shkaktu dëmë dhe ka kërku me i këty Valem Berisha, po, që ish drejtori financat, se krejt që land ka njës kur auditori i brendshëm i ka gjithë që mungojnë. Shumë voluminozë, po këcim piti benzin, po veç që ta dim, do më thonë, Valoni ka thonë që po, e kom dëmtu bugjetin, që ka që më i mi këty ka 100.000 euro nësë zgaboja. Ky kur e ka zjet auditori i brendshëm, që këtu mungojnë mbi 1 milion euro, BKS, raporti ka dalë dhe do më thonë, ky ka dalë edhe ka që një email për mes avokatit e qështu, edhe ka thonë që krejt përgjithësinë e marrone. Ato vrejet që këtë këshyre me marrë përgjithësinë nëse ka vepër penale ose najsen, thot, krejt jo mune se këtë kush tjetër nuk e ka ditë. A përdin, edhe prokuroria si duket ka zbulu dhe ka zjetë bazë që ju në kanë djeni edhe ishtë drejtu Mesone po mëj me paramendu, se kur ndodhë që shtë një nxolli kriminali, kështu na për herë paramendujmë që ka mujtë me ndodhë kështu konkretisht. Unë shpe paramendoj, pro dikush i akuzum, i ati që ka pësu, dikush i autorizum, i ati që ka pësu aksident, që e ka kry procedurën, ose ka bo marrëveshje, ose këta krerët e byros e kanë thirrë dhe i kanë thonë që kemi me të kompenzu si mon 5.000 euro, se si më vjedh 1 milion euro për një dit, apo? Jo. Po her 5.000 euro, her 6.000 euro, her 8.000 euro. Shumë ma vogël u kanë 6.800 euro. I buxhetit të byros në bankën e personit të autorizuar. Po, edhe ma e madhe një 47 persona. Po, ma e madhe u kanë 68.000 euro. Do më thonë është një biznes. Për një herë. Po, person juridik, po. Ose për shembull i kanë krye me 68.000. Po, si duket kjo ka marrë ma vonë, kur e kanë pasi s'po i vren dikush, nështë edhe veç e kanë rritë shumën. Po, ça deshta me cek. Qysha ka njës, a e ke po në kështu burime që të kanë thonë, qysha ka njës, a ka njës me njëherë me 5.000 euro, me 10.000, po, ka njës mas pari shumë atë vogla, do më thonë nëse i kësyrë datat e para të transakcionov, kanë qenë shumë ma të vogla. Do më thonë kanë qenë deri 6.800, 7.000, 8.000, po, si duket e kanë provu, apo shkën që shtu. Qërëtash, çështja është kështu, 25 transakcione, jënë kanë me 12 persona që kanë rënë në ujdi jashtë gjyqësore. Do më thonë kanë shku direkt në byro, edhe do prej tyne kanë rezultu që asë kanë bu aksident nëjherë. Do më thonë,
e ka thirrë Valoni për shembull, njëri është dëshmia e njërit që çto po flitet edhe çojnë informacione deri tash. okay. Ai e ka pranuar dhe ka thonë që Valoni më ka thirrë, më ka thonë që po i qesëm 20.000 euro në llogarinë tonë për shembull, edhe pastaj unë kam shkuj kam tërheqë dhe ja kam dhënë përmes një familjarit ja kam çu Valonit. Mirë, po tash dyshimi u kon unë mendoj që tu kam thonë kemi me gjatë procesit gjyqësor se siç e dini, ne i përcjellin proceset gjyqësore edhe me kamera në gjykata, aty kam thonë njëri prej rasteve, edhe prej rasteve më interesante, po me sa unë pe vrej edhe po e shoh, këtu kam me pas laramani rastesh, nuk është njëjtë për herë. Për shembull, më duket që dikush edhe vetë se ka ditë hiç, ç'është ndodhur. Ama dikush edhe e ka ditë. Jo se me shku mi marr 20.000 euro dhe m'ja çu tjetrit, ti dush me pyet pse çysh tek. Nëse sta jep ndaj pore, tash nuk e di se kanë me qenë të akuzuar se unë mendoj nëse ti këshyr me buni skem të tillë, shumë interesant. Ti ja qet 20.000 euro ndaj familjarit ose njerit besueshëm i cili nuk kërkon diçka prej teje si kompenzim. Po në rast që ti je shtin lojë ndaj zyrtar ose diçka kështu, secili thot ku është përqindja. Sa e din që diçka dallaver është, apo din? Se ju veç rastisht jetu ja qit 20.000 euro ose 10.000 euro. Po ky rast është në procedurë fillestare, tash veç janë arrestu disa prej tyne. 39 persona, po. Okej, edhe tash do të më prit me ndodh akt akuza për me lexu detaje, do të më prit procesin gjyqësor. Çashtu. Po që kam qenë një piros se më duket më interesante se ajo byroja që aty e ka një buxhet apo. Çashtu, po. E çaj buxhet është i keq neve. Po. Jem pore tua, të mia, të kamermona, të Halilit atje. E mira këtë kësaj është që edhe dikush veç ka qit pore, ju ka qit persona pit që ti buxhetit, ju ka qit pore pa autorizim, pa arsye tem, pa ose po dyshohet deri tash. Pare mund më kanë 10.000, 20.000, ai na do fol për 1 milion e shumë herë ka 10.000, ka 43.000 euro. Domethënë atë kjo nuk është më parë, këta kanë u kanë punë dytësore, apo din? Po. U kanë primare nashta se çka u kanë më fitim prurse se sa pozitat e sana. Veç edhe një diçka. Kur flasim përgjithësi për krimin edhe për çysh duket një rrezikant, tek e fundit jo edhe kriminal, po themi një rrezikant. Po. A e paraftyron për herë një njëri pak më mangup, dyqysh pak me do tatuja, një korkulent, kështu me muskujme. A ke po qysh dolin do njerëz, dyqysh dëbut. Nashta, dëbut. Nashta e ke po që atë në semafora, se ke di që je... Jo, qërë, se ti... Po, ti mund është me nejt... Unë s'kisha gëzua që janë, se di të që shime. Ti këshe mujtë, qërën bak? Se di që shime. Ti këshe mujtë edhe me nejt me sta persona, qërë zakonisht kjo krimi si ndodhë në për institucione. Rëzikimi, përdojt. Rëzikimi në për... Po, apëtën nuk mujna me konstatu me ala, i mbetet organëve drejtësisë, po qëto dyshime, na i natu bazun që to. Po flasën përgjithësi, do më thonë është një farë s'po di që me thonë, ka njëherë njerës e gjykojnë edhe një minister, adin prej butësis, dyqysh, adin jo bre... Të kolla i kej. Po, adin, tani edhe, unë e menej që edhe politikant, edhe zyrtarët e lartë publik, e kanë gjithë që të farë mënyre, që kanë njëherë në publik, e shprejnë një farë mirësie, e dalë në për intervista, flasin shumë qetë, adin, gjithë shka është në regull, si pas tyne, adin. Runu pe njerëzve të butë, se nuk jënë ashtë bashkë të butë. Do më thonë, do të mi dhonë kredit, kështu qysh me thonë, do të mi avon dorën edhe byros, do më thonë për auditimin e brendshëm se këta vetë e kanë inicu si rast, edhe gjithashtu prokurorisë në Prizren. Do më thonë, se është punë, është e koklavitën shumë, është e ndërliku me shumë. Po, shpesher kur po flasin për demokracinë edhe nashta e mi bo bajat, thoi që këta gazetarë, demokraci, po që kjo është e mira e demokracisë, se parashe është sistemi cili parashe kontrol, mbi kontrol. Hierarki kontrol. Po, është një drejtor i byros, është një menaxher i byros, po është dhe një auditim në byro. Që është mbita. Që është mbita dhe që i auditon që i këshyr. Përveç këtyne jënë do komisione. Përveç komisione është një prokurori që atje. Kejtë që kjo është sistemi demokratik që në fund... O shkolla e parë e gjykatës, tani shkolla e dy, do më thonë, ti duhesh veç me ditë që ki është mal me mundësi kështu, cilat ti duhesh me shfrydzu. Do më thonë, na kur flasim qërë, ka njëherë u patkon një rast edhe një sinjalizusi, që pa dalë, po më doget skandali ujit, a qa u patkon, që ju pat raportu Ministri Ambientit, a qysh pacient,
Do më thonë ju pa të nxujt e kanë kërcnu, pa dale e dhe pa thonë që janë të më kërcnu me jetë. Po e njëjta u shpoll qytetarja më e mirë e Kosovës prej Bashkimit Evropian. Prej Bashkimit Evropian, jo prej neve. Do më thonë atë na hala menojmë që sinjalizu se është shpion. Qashtu, do më thonë, këta hala menojnë që nëse ti ke folë, pse që ky ministër, ti mundesh... Kjo është akt patriotik. Po, që të putu me dalë, se kanë herë edhe në komente, s'dikush ma shkrujti, dikush, po kes përdorus i VV-s. Aden, i thash, kes përdorus i njeri, Dallaverzia, ai nuk ka as nuk ka parti politike, as nuk ka feje, as kurgja. Aden, ai e zin veten qef. Do më thonë edhe mundru sot pushteti, ai prap e zin veten, abden. Tash, sinjalizusi e ka punën ose qytetari i përgjithshëm, do më thonë qytetar aktiv, që thonë ana qytetari aktive, në Kosovë nuk është shumë e përhapur. Buxhetin që është i përbashkët i jone është, nuk është ti pagun të atim, nëse ti e shes, si dikush është të bu kes përdorime sa ta, o nuk ka lidhje kush është ai, do më thonë nuk ka lidhje, ai e ka një post, sa tje, edhe ai është të ta kes përdor parën tënde, fëmijës tënë, për të ardhmen tënde, një shkollë, kish mujt më marë, krejt që kjo do më thonë është nafatxat, do më thonë dëm afatxat. Kish mujt me këtu, do më thonë, nëse ka qytetari aktive, dhe nëse ka funksionon demokracia, dhe nëse ruhen fundet publike, unë besoj që janë që edhe komunat e Kosovës kishin pos fund emergjent për vërshimet që ndodhen gjatë kësaj jave, që gjitha komunat thanë që nuk kemi fund emergjent. Pra nuk kanë, do më thonë, se tash po kalojmë në temën tjetër, kemi mi po disa prej pamjeve kryesore të përmbytjeve që ka ndodhur nëpër qytetet e Kosovës, edhe këto pamje të, si më thonë, ata qytetarë që kanë përjetu këtë përmbytje, këto vërshime, e dinë se sa serioze ka qenë situata, edhe ku të duhet ty shteti, edhe ku të vynë dora e shtetit për me të ndihmu. A i shohim pak disa prej qyteteve që kanë pësu përmbytje. Okej, qëtu kem paka shumë pamjet prej dronit, kem pamjet që i kemi marrë prej terrenit, po du me nda edhe një histori kër kam qenë drenas, do më thonë, ke fshat Izabel, të shohim edhe si histori edhe po kthejmë se po du me ndërlidh dhe që kanë lidhur me qëto vërshime edhe do situata që shfrytëzohen ka njëherë, do fare që si tragedi. Kemi ardhur në fshatin Zabel në komunën e Drenasit për me pa gjendjen ndryshe njihet pra si korrotice Olët, për me pa gjendjen nga vërshimet prej rreshjeve atmosferike që kanë filluar dje. Qysh po e shihni gjendjen, dje policia i ka vendosur disa shirita për me ndalu qarkullimin në këtë rrugë, por qytetarët si duket e kanë larguar dhe janë duke vazhdu qarkullimin. Dy shtëpi që ndodhen në anën tjetër të rrugës e që aktualisht janë të bllokuara nga vërshimet e ujit. Ne kemi intervistuar edhe pronarin e njërës shtëpi, i cili e ka treguar gjendjen deri më tash, a ka deportu uji mrena edhe dëmet që i ka shkaktuar deri më tash. I kemi dërguar mesazhe edhe kryetarit Ramiz Ladrovci, i cili më herët me ekipet e tij ka kalu ka kjo rrugë dhe kanë vizituar gjendjen çysh është. Unë jam Besar Veseli nga Zabeli Olt. Korrotita shkurt që thënë kësaj. Unë jam 6 antarësh, vërshimet përshime e vetë. Kryetari është mirë më duk pak, me kjo që ka bëgë një vërshime. Prej që ka njës dje reshje, që shtu gjendja? Pej me nëzejtë 9 ura dje, që shtu në gjendja. Ma shumë kleda kanë bodam 100 kjerët, këtë rrugën përshin surpriz, kjerë atë, pak për mas më ka gryjë shpin, ujtë, mrapa.
Po, a ka deportu mrena? Pak në banje po, edhe korridorin ma ka rrugë pak. Tash përsin e vetë në gjeni të. Ju jeni 6 antar, ti bashkëshortja dhe 4 fëmijë. fëmijë po. 4 fëmijë. Kështi, e kam 50 për mëkimtarit, nuk e në gjanë në mo. I ka kushtu në jera ma blej, se kom jetu në barakat Niklit, e dini edhe komunja krejt. Ardhë, sefer mërgjimtarit. Një donatori zvijës, se sa në një më mejtaj, se në gjatë kërshon, ma ka blej me trull, me shpi, me ka krejt. Vënori u mushuj, kjeri defekt, drunë të mrapa mi ka bajt, ndërë zëtë, qa vjen 50.000 se vjen. Për njeri i të thonë. Do të thëtë domet deri stash edhe vetura nuk është më funksionale. Ja, nuk është funksionale, e stash kujna pravojnë ajo. Edhe bunari ujit nuk është më... Bonarit, ja, bonari spijet heq absolut mo. Po. O sjellësin her kem, her s'kem. Djenë dojtë, 2-3 dojtë doth, me shme marrë bëk, s'kena pas rrujmë ja. Po, që shpja bon për nevoja dhe më thonë familjare, po do është me dalë në për ujë, Na për ujë do të më përdjel, i kam pa djenë artas të që në kote të kërshë më kanë pa. Del që se të zonë në më ka merë të dollë, del të këshyrë, domet, s'kem qa bon. Po. Të domet janë që të, qa vinë 50.000 se vinë. Po, kam qeva për një bo krytari, mish me dojnë me na vizitu pa krytari, që qa mi ka bo rrugës. Që s'po këti, unë sërë për vejtë s'ka mundësi, me të rrugën. Po. Ma ka bo domin, ka me dollën në mas pare. Kjo banak jera unë këtë së ndanë mo. Prona aty ku shtëpia është e juja, po? E jam e pej ku ma shtëpia dhejt e kjeri pruna jame. Këne janë një të tërkojnë ajtë pranari shtëpis. Të domin jenë më bëllë, qëre vetë, qëre. Po, rjedha ujit që shpeshohen veç është të vazhdu kështu. E është të vazhdu pejna djenë në mënyran me nëzës. Po. Dyte e nërë saj, nërë policia, na kanë imu shumë. A kene ujë me hikë, këmë po prejsë më pak. Po, për momentin e njerë, jo. E familja që shpe përballojnë? A e në shqetësum? Po, jenë qëtësu mirë. Se dej me promëshën, thminja s'kam qenjtë, o bab, që se Uji. e në ujë. Këmë najtë dhe në tretë në nëzës, këmë najtë, sa bojtë të eru. Energji elektrike apo keni funizim? Kena pas dhe dje, kanë ja 2-3 euro nëllë. Se ka pas dhe shimja tjetë të keku. Veç tash po ka do më Tash ka rrim, po. Rrim tash ka. Okej, ujë nuk keni, ujë të pishëm? Ja, ujtë pishëm s'kam. Më bonor, ja ujë silë të nëllë, pej djetë. Po. Anë cejtë në varë se trobullu tash pej ersina. Po, do të thotë për ujë edhe nevoja tjera familjare do është me dalë çdo ditë. A është do të qeve, s'ta kesh me ble. Ma jetë kesh buk bleva ujë me pi. Po. Po, zëti na kanë dërë. S'kem ku me ikë për zëti, Do qaj. të thotë zyrtar komunal ende nuk janë ardhur. Ja, sa e orë kryetari me kerë, asë nuk e nalë, që ati ja bona me dërë më nalë, s'mu nalë kryetari. Me një kryetar, ma boj zgjidhe për rrugë, me dalë, gjysh me abon, po s'mu nalë. Ashtë s'kam që me shtu, kryetari bëllë, ka më një, ati janë dranas, berlëzë të gju, qytetari, vetë na ka bu qytetari në këto. Kena ardhur të këto 2 shtëpi që janë blloku prej ujit, a kanë ardhur ende ekipet ose a ka më pas ndonjë veprim prej komunës deri më tash apo ende jeni në procedura? A ju kanë tregu ata që na i kena morë gjitha veprimet pronë dhe ata i kanë kundërshtu veprimet tonë. Jo, nuk e than. Ata më kanë thirë, mu më kanë thonë kryetari na me që na rrëthun nga gjitha onë. Po? Ka ujë. Ju më thonë pse nuk jeni largu, jo po nuk i kena bo, nuk i kena vit, ani që ma lokacionin unë i qëj në zite zjarëfiksave edhe ju në gjire. Po. Ma si kom që një zit, zjarëfiksa ka thonë jo që përdojna me dollë, po përdojna me në dhonë pare se na jetojna me sociale, nuk kena ushqime, nuk kena këto, nuk kena jo. Na i gore nuk kena ku me bo, seccionit ku të tjetë. Zjarëfiksat prej punës ku jenë kënë të e gryshme bjëm qytetarve për hajgore, i këmë tonë më të bëni hajgore se ju një ki penalisht për mashtrim. Po, do më thonë, arsyeja është që komuna njëherë për njëherë ka dosh me kry një zgjidhje mos me rreziku familjet, apo? Jo, arsyeja është na çdo jetë që rrezikohet jena në gjendje jena detyrun me tërhiq. Dhe na kanë thirrë me shku me tërhiq, ma sa ne kanë thonë jo, veç me na nemu me mjete se na nuk dolëm na përrim këty. Po. Me thonë, Kryetara, a kisha mujt veç me pyet edhe pronarin e shtëpisë qëtu? po, këtu ishte t'i karu. I nderuam. Komuna i pas ka dërgu zjarfiksit në brama, po? Po, as keni pranu vetë me dalë për Ja, shtëpisa? s'kena një sanes, t'ajnë në kom. Po. E ju keni kërku veç dëm shpërblim, a? Veç i të rrugë, ma në rejtë pak, sa të mundësi. Po. Okej.
Okej, kryetar për rrugën këtu që është bloku, a pritet njëherë masi të largohen vërshimet apo? Se ka po dam të asfaltit. Ocean, Po. rruga është damtu, nuk është bloku, është damtu. Rëzik, kushdo që i prek shirita i kalën, i kuto rëzik për jetën e tyne, sepse nuk dihet sa u damtu rruga. Po. Përse ura është 200 metra ma përbora. Po. Edhe lumi ka përfshia, dje se ka damtu shumë, pra më konë shumë rëzik në qytetarë se ka hy, qështu edhe u konë të metën. Po. Në pjesë ku i ka dhry lumi. Po ju kuptoj, zotit Ladrov, Ali rrugë nga ujtë, mi po domet, mi po ato, na ju këna po thire qytetarëve mos me kalu, po. Ku kena shirita nuk ban me kalu. Po. Dësia është veç atyne. Po, falënderit. E pat pra dhe prononcimin e kryetarit të komunës së Drenasit, zotit Ramiz Ladrovci, njëti ka thonë që pas largimit të ujit, pra që është shkaktu prej vërshimeve, duhet me pas se çka janë damet tek rruga edhe pastaj me marr masat e tjera. Sa i përket familjeve të bllokume, komuna ka thonë që i kanë ofruar njëherë vetëm largim prej shtëpive, të njëjtit nuk kanë pranuar, do të thotë njëherë për njëherë janë të sigurt në shtëpitë e tyre sipas tyre. Kryetari ka thonë që shiritat kudo që i kanë vendosur. Pra sta shiritat që po i shohim cilë janë largu prej qytetarëve dhe prap po vazhdojnë me qarkullu në rrugën e dëmtume. Si pas kryetarit Ladrovci, i njëjti ka thonë që përgjithësia bie mbi ta pasi që rrezikojnë jetën e tyne kur kalojnë nëpër këto rrugë cilat po shihet që janë gjithat mbulume prej ujit edhe janë të dëmtuara. Okej, e para do më thonë që atu pamjet veç i pa gjatë gjithë javës jena kone për teren krejt gazetarët e Gazetës Nacionale, qa kena mujë, do më thonë komuna kena mbulu, Drenas, Mitrovic, ka qenë Skenderaj, fshatra, kështu kryesisht kanë qenë, do më thonë, ku ka pasë rrjedhat lumit. Që kam një vrejtje për ty, që janë të kumë po në teren të nkuën me patika, si më është një parë qizme? I kena pas qizmet, po dash kemi nda, do më thonë se ishëm 3 veta, edhe për shembull kameramani ose dikush u dash kemi vesh. Mos na usmuj. Jo. E qa ke situata me qatë qytetarin edhe me kryetarin e Drenasit Ramiz Ladrovci? Tash keq kjo çështja te Ramiz Ladrovci. Me qytetarin, po. Se atë që në ta kom lakmi ty që anë është se ti je të nkuar në teren. Po. Edhe në librat kështu më të mirë për luftën që i kom lexu edhe për ngjarjet i kom lexu pi gazetarëve që kanë qenë në teren. Se qatë përvojnë e terenit nuk e ka kërkush. Edhe të që kjo situata e kryetarit të Drenasit Ramiz Ladrovci me qytetarit. Na e pam prej pamje pak që keni keq kuptim. Po çka mujtë me vrejt te pikpamjes tonde atë live me teren. Qa ke puna? Atë ke fshat Izabel, do më thonë ku u raportu një ditë më herët, në ditën e parë që pat vërshime, në komunën e Drenasit u raportu që 2 shtëpi janë blloku. Tash nesër më na shkuan me ekipën këtu të nacionales, shkum atje me i vizitu edhe ke zoti shtëpis njënës shtëpi, do më thonë shtëpia tjetër ai nuk u anku, na i sen pronari asaj shtëpisë, po njëna shtëpi ata thanë që kena ndërtuar domethënë shtëpinë prej donacioneve gjithashtu. Po e dëgjova. Edhe tha që u rëndu situata koza shumë, tha dje kena pas nivelin e ujit deri te dera, çështo i kish i pak. Po tash po pretendoj që nuk ka ardhur ndihmë kërkosh prej komunës. Edhe e cekaj, domethënë në intervistë me mua e cek edhe thotë që komuna nuk ka ardhur as me na vizitu. Po edhe kështu privatisht thotë çështo, që s'kan ardhur me vizitu. Jo, tha kanë kalu në një ekipit, po tha nuk si gazetar legjendar që je çfarë bën e thirr normalisht, a den se mu dok pak skandaloze tash nëse janë blloku 2 shtëpi edhe komuna nuk vjen kërkosh, bile dikush pe ekipës, a bën me veturë se diçka. Edhe telefonova Ramizin, i shkrujta në fakt shumë i qasshëm kështu dhe më tha për pak të më thiri edhe më tha atë ka treguaj që na i kena ndërmarrë gjitha veprimet që u dasht. Okej, domthon kanë shku për me evaku atë familje. Edhe unë e thira qytetarin, thash, a din sa i kes ato afër, thash, hajde veç 1 minutë, se tash besha me një pozitë, për një me ke pak momenti sikletshëm kështu. Edhe i thash, zotit Ladrovci, saktësisht çka keni ofruar ju, edhe ai tregoi që ditën e djeshme, domethënë ditën e parë të vërshimeve, çashtu qysh pretendoi që qytetari, ai tha qytetari që kanë ardhur policia sane, po nuk e përmendni saktësisht që prej komunës. Edhe tha zoti Ladrovci tha në telefon
Na kanë kontaktu, na i kanë çu lokacionin, tha i kom nxjerr ekipet në 12 natës, kanë shku zjarr fiksit, tha dhe nuk kanë dash me i liru shtëpia, tha domethënë çështja jonë është me evakuu një herë familjen nëse ka ndonjë rrezik, pasi që kanë pas edhe fëmijë krejt. Tha nuk kanë pranuar asnjë na shtëpi me dal. Edhe veta qytetarin thash, a është e vërtetë? Tha po, tha e vërtetë, tha po si kemi ni, tha na jena kon. Edhe pastaj Ladrovci shkoi me një akuzë që ky ka dashur me përfitu Ladrovci tha ata kanë lyp, tha na kanë treguar që janë me social, tha dhe kanë lyp ndihmë materiale çështu. Po nuk është koha se do të më bë kë vlerësimi i dëmit apo. Po, edhe Ladrovci na gjuhën e vet pak na e njohën pak si person karizmatik kështu, po edhe tha Lujta. Po, tha në situata jo, tha nuk mujna tha me bu hajgare, tha nuk muj me bu hajgare as me ekipet e zjarr fiksav. Ora, më thonë më bëni hajgare se ju një ki penalisht. Tha se i kom nxjerr tha në terren apo tin, edhe Tha me lajmëru për lajmërim terren, tha me lajmërim polici. Po se i kom paralajmëru tha dhe ata që nëse vazhdojnë çështu, tha domethënë që ksyrin me përfitu, tha unë i lajmëroj edhe për vepër penale, konsumim veprës penale. Po, çdo çana mendon ti që nuk janë se kemi qefna me thonë që këta që janë pushtet ose partitë politike ose kushdo që e ka një pozitë shtetërore ose një pozitë të rëndësishme, po ke shpërdor me fonde që shke rasti me dosjen e këtyne të byros sigurimeve, edhe ja lemi thu se ata nuk e di ka kanë linë në këtë çështni edhe po ke shpërdorin me fonde, po a e vren që e kemi pak mentalitet, pak me përfitu, pak me mujt. Qërë sa ndodhë në diçka tjetër me ta lidhë me qëtatë, do më thonë pse më cudit ke kështu, kem të do lokale që ishin prek gjithashtu prej vërshimeve, edhe nuk pranoj kërkush me full para kamerës. Tash, kur mësosh në terren me i vet njerëz, dikush që është i dëmtuar për një mell se diçka i nuk e ka hall apo del në kamerë. Ai domethënë ai e tregon gjendjen çysh është, për shembull ka ndodhur me një katun të Skenderajit, ke tepër i qasshëm ai, domethënë ke është në hallë dhe zgjidhje. Ke tepër i sjellshëm, edhe domethënë tregoj ke edhe për para 2 viteve, tha mu ka shkatru shtëpia edhe më shumë, kom pas dame, tha po i kom marr dikon 8-9.000 euro prej qeverisë, 2.000 euro prej komunës, tha edhe qytetarë tha çka kanë prunë, tha ju kom thonë tjerat shkoni çonin katunde më poshtë se të prekuna më shumë. Çka ke rasti piktyne që s'deshin me fol për kamera? Tash, të qëtu lokale, do më thonë, keni djaliri atu, tha, jo e tha veç një minutë, se tash, këta thëshin që na nuk dalim kamerë, se kur nuk ka bu sena qeveria, as komuna, as kur, thjesht pak nacën, edhe fillimisht e besova, është mirë besim, dyqysh tash, okej, na shtabdin, qashtu është. Edhe tani e nisa mi pyet, pse nuk ju kanë kompenzu, se tash adin, kjo është temë veti, me shkune, edhe të kryetari Skenderajit. Ti të këshur me vo buk pak për vetin, një temë gazetaris. Po, me marrë një temë tjetër, thash, nështë është ma hulumtimi gjerë, kështu pse si kanë marra, kush i kanë marra, qa kanë bu. Edhe më tha njani, tha jo, tha ti vet na tha pse si kena marrë, apëtin. Tha unë vet, tha e kom këtu një lokal, tha e kom shpina nena, tha të shpia e kom marrë kompenzimin, tha te lokali se kom marrë. Tha se këtu ka dal njani, do më thonë njani prej aty në lokaleve, me një komunë, atin mës të cekit tash në çfarë komune qyshtek, tha u dal, tha dhe ka shkru herën e kalume para 2 vjetëve, tha e ka shkrujt një generator, e ka shkrujt vlerën 350.000 euro dami. Tha dhe komisioni, tha dhe qeverisë edhe komuna, tha ju ndalë në vend në Ngjarës, tha dhe kanë thonë ku është qaj generator. Tha dhe ka dalë që e ka aj një generator, tha po ajo është në vlerë dikon 3-4.000 euro. Tha dhe qaj e ka ndodhë, edhe u prish komplet vlerësimi i komisionit ato, tha sepse u marë blanko që jenë të kesë përdorë qëto lokale qëto. Tash, qa vëdu me thonë është që preke është të qke pjesa, do më thonë mentaliteti është të kultura, diqysh okej, ka ndodhë një fatkeci, po hajde të shfryzoj që to, sepse e logarisin pak arbër, më do këtë sigur parja e komunës, ose e shtetit, nuk e logarisin që parja e vetë, ose parja e qytetarëve. Po, me këshirë mund zirë, diqysh abdin po. Ti me qenë kështu gazetari i përgjegjshëm, që do duhet ishe, e kishe bo edhe një temë për punën e që ty në shtesa për fëmijët. A vëshes e i përgjeshëm. Tege va. Po, e këna raportu ka pas një farë diskrepance. është një tim bajagje e ndjeshme, është puna e parëve që i marrin prindërit për librat e fëmijëve në për shkolla. Edhe tash, qa ka gjithë Gazeta Nacionale, o që janë Demoku me kolegën Dërmoku, me kolegën tonë Eriola Cocaj, kanë dërgu pyetje në për institucionet përgjithëse, edhe ajo që po del
është se me gjos këtu kanë përfitu edhe njerëzit të cilët nuk kanë fare nevojë për këtu pare, por që jetojnë jashtë shtetit, pra që janë pjesë e diasporës sonë të dashur. A e shohim kronikën e përgatitur? Shkollën janë me kronikën e tani kthehemi për detajet, kështu pak a shumë. Po, shkoj me kronikën. Sa i përket diskutimeve që mërgjimtarët edhe pse jetojnë jashtë Kosovës kanë përfitu prej subvencioneve nga Ministria e Arsimit për blerjen e librave shkollor pra për fëmijët e tyre, sot kemi me i paraqit disa shifra të cilat veç i forcojnë këto dyshime edhe të cilat mund t'i shuajnë mbase vetëm prokuroria duke e hetuar këtë çështje. Kjo sepse statistikat në vijim tregojnë se si subvencionet për libra janë keqpërdorur edhe nga qytetarë që as nuk jetojnë në Kosovë, pra thjesht kanë aplikuar për të marrë 80 ose 110 euro nga buxheti i shtetit të Kosovës, si subvencion pra për librat shkollore. Jemi të folë veç për subvencionet për libra, pra jo për shtesat për lehona ose për fëmijët ose subvencionet e tjera. Në një përgjigje për Gazetën Nacionale, me 5 nëntor të vitit 2025, Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se sipas të dhënave të pranuara nga platforma e-Kosova, numri i aplikuesve për subvencionim për librat shkollor për vitin 2024-2025 ka qenë 219.323 aplikues. Sipas Ministrisë, subvencionet janë transferuar në xhiro llogarit bankare të përfituesve, mjet e këto të cilat janë destinuar për blerjen e teksteve dhe materialeve shkollore për nxënësit. Pra Ministria ata që kanë aplikuar i kanë dërguar parën në xhiro llogaritë e tyre, pra zakonisht të prindërve. Kolege Ariola nga Gazeta Nacionale i ka pyetur Ministrinë e Arsimit nëse janë në dieni edhe në cilat lokacione kanë shku këto subvencione. Pra kanë qenë në dieni Ministria e Arsimit se këto subvencione po përfitohen edhe nga qytetarë që nuk i kanë fare fëmijët në shkolla në Kosovë, pra mërgjimtarë që jetojnë jashtë në Gjermani, Zvicër e vendet e tjera. Ministria ka thënë, të gjitha subvencionet janë realizuar për nxënësit e shkollave të Republikës së Kosovës që ndjekin mësimin sipas kurrikulës së Kosovës. Sipas të dhënave të pranuara, është evidentuar lëvizje e prindërve të cilët gjatë periudhës së aplikimit kanë qëndruar në Kosovë, por më pas janë larguar në shtetet perëndimore dhe më vonë janë kthyer sërish në vend. Realisht Ministria del se nuk ka informacion se ku kanë shkuar subvencionet jashtë Kosovës dhe këta konfirmojnë edhe në përgjigjen ku thonë se mashti nuk ka të dhëna se në cilat vende jashtë Kosovës kanë shkuar subvencionet. Në tabelën e Ministrisë së Arsimit që tregon shpenzimet e buxhetit për subvencionet që janë dhënë. Në total del që janë subvencionuar 219.343 aplikues, ndërsa kjo i ka kushtuar buxhetit të Kosovës gati 20.5 milion euro. Mos e harroni numrin e aplikuesve që kanë përfituar për vitin 2024-2025. Pra folet për aplikuesit që kanë aplikuar në vitin 2024, mos të keq kuptohemi. 219.343 aplikues pra kanë përfituar në çat vit. Le të shohim tash tabelën e të dhënave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, e cila tregon numrin e përgjithshëm të nxënësve të regjistruar për vitin 2024-2025, e cila tregon pra se në shkollimin fillor dhe të mesëm të ulët, pra nxënës që shkojnë janë regjistruar prej klasës parë deri në klasën e 9 në Kosovë, janë në total 208.515 nxënës. Pra për periudhën e njëjtë 2024-2025, sikur Ministria e Arsimit manal që e cekëm, Agjencia e Statistikave të Kosovës, që është agjencia më kredibile për të dhënat zyrtare në Kosovë, po thotë që nga klasa e parë deri në klasën e 9 në Kosovë janë në total 208.515 nxënës. Ndërkas Ministria e Arsimit për periudhën e njëjtë 2024-2025, po thotë që i kanë subvencionu 219.323 aplikues për librat shkollor. Me një matematikë të thjeshtë, pra pa na analizë të thellë ose na ekspert, del që Ministria e Arsimit ka subvencionuar 10.828 më shumë nxënës se sa që ASK-ja thotë që janë të regjistruar në Kosovë. Këta 10.828 aplikues që kanë përfituar nga subvencionet për libra shkollor, e bie se sigurisht nuk janë fare në Republikën e Kosovës, pra i forcojnë edhe më shumë dyshimet se ka qytetarë që jetojnë për shembull në Gjermani, Zvicër e diku tjetër e që marrin subvencione nga Kosova kinse i kanë fëmijët e regjistruar në shkolla në Kosovë. Nëse kjo del të jetë e vërtet, nëse 10.828 aplikues kanë përfituar së paku vetëm nga 80 euro, jo 110, sepse janë dy kategori, na po e marrëm minimalin, pra 80 euro, i bie që këta qytetarë kanë dëmtuar buxhetin e shtetit të Kosovës me mbi 866.000 euro. Pra duke u lajmëruar rrejshëm duke aplikuar për subvencionet për libra shkollor, ani pse fëmijët nuk i kanë fare të regjistruar në shkolla në Kosovë.
Organet e drejtësisë në Kosovë duhet me vepru sa më parë që ky kespërdorim enorm mos me vazhdu tutje sepse numri i aplikuesve për vitin 2025-2026 sigurisht është rritur edhe më shumë. Pra, kespërdorimet janë rrit edhe më shumë. Shifrat për vitin 2025-2026 sepse deri tash çfarë folëm ke 2024-2025 edhe mbarvajtjen e këtij procesi për vitin 2025-2026 do ta publikojmë sapo të kemi të dhënat për këtë vit. Gjithashtu duhet të kemi parasysh se numri që nuk përputhen me të dhënat e ASK-s, pra numri i Ministrisë së Arsimit që e cekë më lart, mund të jetë edhe më i madh duke marrë parasysh se ka familje në Kosovë që i kanë fëmijë të regjistruar nëpër shkolla në Kosovë, por nuk kanë aplikuar fare për me përfitu prej subvencioneve për librat shkollore. Pra për këtë që kena, na bazu përgjigjet e Ministrisë të Arsimit për Eriolin për vitin 2024-2025. Tash, kësire sa kom zbulu në ndërkohë. 2024 edhe 2025, kur kanë shku me apliku për fëmijën që e kanë në shkollë, për libra shkollor, bëhet fjalë për shtesat për libra që janë dalë, ka qenë vis një koordinator për një shkollë, po nuk është që janë verifiku nxënësat kështu me detaje. 2025-2026 si duket edhe Ministria vetë, institucionet e kanë pas që ka pas kespërdorim, sepse vlera e 2024-2025 ke mbi 20 milion euro, ndërsa vlera e qytyne që nuk po dihet as ka janë shku, ke dikun 800.000 euro, do më thonë edhe është vlerë e madhe për bugjetin e shtetit. Tash, 2025-2026, si pas informacione, vjëm halatu e hullumtu në ashta javën tjetër, në episodin tjetër të emisionit del kjo, 2025-2026 i kanë bu ka 2 koordinatorë në shkolla që jenë matë mëdhaja, edhe o dash me verifiku, për shembull Arber Ramadanin, me hinë ditar, me këshyra në qatë shkollë, po, tash do më thonë kish shkolla, se i kom marrë disa përgjigjet, cilat mas ne i shfasim, për shembull disa shkolla dikon një kanë 60 refuzime. Ka pas nxënësa që kanë dalë në klasë 10, 11, 12 e kanë provu prapë me marrë shtesa. Në fakt ju takojmë vis aty në deri në klasë 9. Edhe ka pas nxënësa që nuk janë fare me atë shkollë. Domethënë që kjo ke edhe ma tash në cilën shkollë janë tjetër, a janë ose janë mërgjimtarë ose çka që kjo nuk dihet, domethënë do të me verifiku. Ajo që në fakt dihet me atë sa në kom fol me Eriolën është se një pjesë e fondeve, një pjesë e parë e pranon edhe ministria ose ku ka dërgu pyetje Eriola me asaj që ka ndodhur jashtë shtetit, apo? Po ministria këshyr pak me bu një farë twisti këtu, thot, kena marrë informacion, sipas informacionet tona, kanë qenë këtu, moment në aplikimit, kanë dalë jashtë, po pastaj janë kthy prapë. Ti s'mundesh me ditë që ta. Domethënë realisht ti nuk mundesh me verifiku, nëse e ke verifikuar atëherë ministria kish mujt me thonë, unë e poshtë edhe në Facebookun tënd që je të shku kërsh me komentues, edhe një dukuri që ja shton është përplotësuese e kësaj teme, kur një non shkruan me një grup në Facebook edhe thotë nënat në Gjermania, nënat në Gjermani edhe ajo pyet apo aty thotë se a është e mundshme mi marrën në shtesat edhe në Kosovë? Ç'ashtu? Këtu nuk është për libra, këtu është për shtesat për fëmijë. Mira, ama si fenomen është i njëjti. Disa pare që dalin pi buxhetit të Kosovës, e që janë për fëmijët që janë në shkollë këtu, ose për shtesat për çka ke ajo tjetra? Për shtesat për libra shkollore, materiale shkollore. Tjetra, edhe kjo tjetra ke për nënat lehona që i morin nëse me fëmijë. Edhe për lehona, po. Sepse ajo nëse jeton në Gjermani i merr ato, i gëzon ato të mira, dhe tash kjo po pyeta më mi marr edhe në Kosovë. Ato hina dhe lexova kështu domethënë detajisht, edhe Gjermania, shteti i mbështet këtë domethënë lehonat e i mbështet. Po, fëmijë. Ajo për çato dhe ka shkuar atje. Fëmijën e parë, dytë, o kushtet domethënë super mirë. Po pse këshyren ja 200-300 mi kap, çdo unë e shkruajta në Facebook, e shkruajta me ironi pak, thash domethënë ç'kjo është ajo fjalia që mundit nanës nuk mundesh mi dal kur hakësh, apo din, se rrezikon e nana, apo din. Pak sa tje. Me kop dikon një dinar. Fenomen është i tmerrshëm, apo din, domethënë nuk e di ndjeni që është vepër penale, kështu domethënë sepse shtesat ju takojnë. Ja, është mirë me dal në aeroport minole çan, mund të jam pëlqen. Ati në aeroport kur të shtyp kështu me kuferë, mi thonë jo, mi thonë apo shkojmë deri në stacion të policisë. Atë një herë shkojmë te stacioni. Nëse prokuroria, çështja këtu është që prokuroria as nuk e ka qitë në njoftim që janë tu i hetu, sepse unë mendoj që reagimi i organeve drejtësisë që e caktojnë e thonë hey, nuk keni drejt, domethënë është vepër penale edhe jemi tu i hulumtu 100.000 euro për shembull çështu shtesa, atëherë nalet, atë këta çfarë, edhe ai që jeton në Gjermani ai ke pas
Do më thonë e din rruju shtetit, thot, abdin edhe aja nana që ka posu ato, thot, mos pahiri po na hetojnë, se kom nisi po na hetojnë, abdin, normal që të hetojnë, hinë edhe në burg, abdin, do është me ditë. Mirë, në këto të kuptova, do më thonë, ke provu me mbrojt buxhetin e shtetit e kështu e me bot tem gazetareske. Në skurta çapote o vëlla. Skurta ketë merre. Çata zënë në rrugën e skurta, atë janë e para në fund vet. E dyta buxhetin ty ata dëmtojnë. Mu jo. Sigur. Jo. Ajo Shtetin jo. Mos ty se ty duke prek. Jo. Çapote me skurta. Do më thonë e kom nisi ulëmtim pak koza heret valloj se unë ja pa ta nis me pa njerëz prej nacionalitetet ndryshme kështu në Prishtinë edhe sa do që kena me provu që ti me problematizu, ma shumë ka me na dol marketing, po t'kallëzoj. Se ko njerë që së din që ko e skurta. Lana, po, mëre, se unë e kom menu që është temë kjo se bedin krejt, se kënda që e vetë sa të eshin po, mëre, që të silën. Qa kish, qanë Prishtinë? Njeri këta masparit, më thonë, Brazil, Kolumbi, gjithë shka të më thonë, i ko marrë dhe informacione prej policis për 11 muajin, 2025, janar, nëntor. A ke përgatit kronik për që temë? Po, është mujna me video masparit që da. Do më thonë është për janar, nëntor, 2025. Shkojmë. Kosova po shihet si parajs për të ushtruar veprimtarinë e prostitucionit. Çka janë realisht eskortat dhe si funksionojnë në Kosovë? Për me kalu kohë me këto vajza, çmimet variojnë prej 80 deri 2000 euro. Aktualisht në Kosovë janë mbi 400 vajza të huaja që kanë ardhur për prostitucion, sa është numri i vajzave të huaja që po vazhdojnë me ushtru këtë veprimtari në Kosovë dhe sa prej tyre janë arrestuar deri më tani. Viteve të fundit, Kosova është pushtuar nga një treg i errët i prostitucionit i cili po vazhdon të veprojë nën hundën e institucioneve të sigurisë në Kosovë. Ky treg nuk shet ëndra, shet trupa, shet qef momental duke rrezikuar shkatërimin në periudhë afatgjate. Eskortat ilegale që tashmë kanë mbuluar tregun në Kosovë dhe janë shumë lehtë të qasshme, nuk janë thjesht një fenomen social. Ato janë krim i organizuar, janë trafikim, janë shfrytëzim dhe në shumë raste janë edhe viktima që nuk mbrohen nga askush. Në vend të goditjes së fuqishme që do duhet të ndjenin nga shteti, eskortat lulëzuan edhe gjatë vitit 2025 në Kosovë. Një website që ka shtrirë aktivitetin në pothuajse të gjitha rajonet e Kosovës. Numri i këtyre vajzave të reja tashmë në Kosovë ka arritur në 487. Pra 487 vajza të huaja që ofrojnë shërbime seksuale në këmbim të paras. Ato kanë ardhur ose janë sjellur nga vendet të ndryshme ku dominojnë vendet jo mike të Kosovës si Arabia, Kuba, Kolumbia, Costa Rica, Egjipti, Kameruni, Korea, Irani, Venezuela, Spanja, Nigeria e të tjerë. Çmimet për të kaluar kohë me këto vajza variojnë prej 80 euro deri në mbi 2000 euro. Policia e Kosovës gjatë këtij viti kreu disa aksione, realizoi disa bastisje dhe u arrestuan 10 persona. Por a e zgjidh kjo përfundimisht çështjen e eskortave në Kosovë? Natyrisht që jo. Në këtë veprimtari, realiteti që shohim çdo ditë është ndryshe nga statistikat. Për çdo rast të zbuluar, 10 të tjerë mbesin të fshehur. Eskortat janë bërë për ditëshmëri. Qytetarit jetojnë afër tyre, jetojnë me to në një objekt, pra praktikisht i kanë komshi persona që e dinë që merren me veprimtari të jashtëligjshme. Policia e Kosovës ka bërë të ditur për Gazetën Nacionale se nga janari deri në nëntor të vitit 2025 ka identifikuar gjithsej 43 raste lidhur me kundërvajtje marrje me prostitucion, si raste të ashtu quajtura eskorta, ku janë arrestuar gjithsej 86 persona. Në mesin e të arrestuarve sipas policisë brenda 11 muajve në Kosovë janë 43 meshkuj kosovar, 16 femra shtetase të Kolumbisë, 13 femra shtetase të Brazilit, 11 femra shtetase të Venezuelës dhe 3 femra shtetase të Turqisë. Ky treg, kjo veprimtari, sigurisht që ka një çmim, përpos atij financiar e moral, ka çmim shëndetësor, jetësor e në disa raste edhe fatal. Tashmë në Kosovë janë regjistruar 10 raste ku qytetarit janë infektuar me infeksione seksualisht të transmetueshme. Nga janari deri më 1 dhjetor të vitit 2025, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka bërë të ditur për nacionale se janë raportuar gjithsej 31 rastet me HIV/AIDS, ndërsa janë regjistruar 6 raste të vdekjes si pasojë AIDS.
Në vitin paraprak, pra po flasim për vitin 2024, në total ishin raportuar 34 raste me HIV/AIDS dhe 1 rast i vdekjes si pasojë e kësaj sëmundje. Sa i përket rasteve me infeksione tjera seksualisht të transmetueshme, instituti ka bërë të ditur se ende nuk ka një raport përfundimtar, duke marrë parasysh se në momentin që nacionale ka pranuar përgjigjen nga ky institut, ende nuk ka përfunduar viti kalendarik 2025. Rastet e infektimit shihet se kanë shënuar rënje të lehtë, ndërsa janë rritur rastet e vdekjeve gjatë vitit 2025. Për të parandaluar rritjen e më tutjeshme të këtyre statistikave, sigurisht duhet të rriten numrat e të arrestuarve që merren me këtë veprimtari. Nëse shteti nuk i godet këto grupe, nëse shteti nuk tregon dhëmbët para këtij tregu që po vazhdon shtrirjen e tij nëpër Kosovë, vendi ynë hap mundësitë për të shndruar në parajs për këto veprimtari. Okej, çka do të thonë ke komplet përmbledhje asasana, ken statistikat që për mu ken shqetësuese, ke shqetësuese qysh ishin arrestuar. Po për shembull 43 raste ken marrje me prostitucion, 2025 për 11 muaj, që është pak nashta me këshyrë kështu, edhe ken 43 meshkuj kosovar të arrestuar, që i beke që këta janë të ndërmjetësuar qëto, këta janë të i marrë punëtorët, janë të i prun këto, ose në shfrytëzim, ose çapo dione, domethënë se ka shumë raste që bëhen trafikim me qenje që shtu për... Po qanë se pjesën e parë bënëm pak hajgore, po të e di që unë jem edhe jurist e kështu, me kode ligjur, kjo puna e skurtave kështu, qytetarët duhet me ditë që qëtu e skurta, qëtu gra që vinë prej vendeve ndryshme nuk kalojnë në asnjë filtr, as shëndetësor, dhe asnjë lloj. Edhe rreziku, mas pari ka rrezik me u abuzu me tu, kështu nuk kanë siguri juridike, i themi ne. Tjetra është edhe që rreziku shëndetësor, sepse në plot vende të Evropës, qytetarët besoj e dinë, kjo çështje është e legalizuar. Kjo është një debat i madh që herdo kur duhet me ndodhë në Kosovë. Është rregulluar me legj, more? Se përveç këtij aspektit ekonomik që tatuhen e që përfiton shteti, kjo është konteksti shumë ekonomik, po shumë i ngushtë, duhet me po në kontekst pak më gjon se filtri i shtetit, çto auditimi që tha më herët, që kjo par puna e kontrollit është shumë dimensionale. Kur është e kontrollueshme kjo punë, edhe kur kontrollohet, aty shkon një mjek kontrollon, shet gjendjen e tyne, ka siguri juridike edhe punëtorja që ofron atë shërbim, etj. Ata është ndodhur në Prishtinë, në këtë Kosovën, por sidomos në Prishtinë, është që aty nuk është i sigurt kërkosh. Si më thon, ai që hyn, që e pagun, ajo punëtorja vet aty, ky bosi që po e shtyn përpara, pra është një kriminalitet i madh. Po të se kjo është zinxhira Orbër, qëre nëse ish legalizu, po e marr shembull prostitucioni ose diçka, normalisht që futet në kontrollin e shtetit. Edhe është më mirë për krejt ata që shkojnë, më mirë për ata që punojnë, është një kontroll, përsa ta e kom lidhë edhe me rastet e çmimi vjen. Nuk e di, domethënë kishin shkruar komente se e kishin marrë pak edhe në aspektin e hajgarës kështu, ku pigjinit e dheta, çështu domethënë, edhe dyqysh mu do që dul pak pi kontekstit që ju munu me parasit... Kjo temë gjithë del pi kontekstit, është temë në vetë. Okej, atin na kena humor për gjithë shka, kur thëmë kështu ka njëherë, nuk nalimi na me një temë me thona qëta s'bën me prejka, ato edhe ato ka humor. Do më thonë e kom lidhë me si çështjen e shëndetit, shkaku që po rrezikohet e shëndetit qytetarëve. Do më thonë 2025 për 11 muaj kanë 31 raste me HIV/AIDS, 6 vdekje kanë të regjistruar. Që kanë rritje e rasteve të vdekjes kanë më shumë se sa në 2024. Edhe normalisht që kesh dash me kanë një farë emergjence. Çka mendoj, do më thonë se javën tjetër e paraqesim edhe statistika për lojrat e fatit e çto, domethënë që unë gjithashtu mendoj që jem çështje që duhet mu trajtu për institucioneve. Tash që kjo tema, s'ka deshta me cek, domethënë është që unë mendoj si përfaqësuesit politikë që kanë marrë vota prej qytetarëve, nuk guxojnë as me hap si debat publik. Domethënë është një farë temë tabu që është me legalizu prostitucionin. Po domethënë kush ka guximin që politikisht me dalë edhe me shpërfas një plan çysh kish mujt me kontrollu shtetin, domethënë qështu? Po qanë përveç teje, këtu në redaksie kemi edhe një gazetar tjetër po ashtu të zotin, i cili e ka emrin Burim Pacolli, e i cili e ka ndjek një temë me një rrugë në Rahovec, ta ndjekim historinë e Burim Pacollit.
Përshëndetje, Borem, a mundesh me ardh të lutem në Koznek, të kam shkru disa herë, kemi gjendjen tepër të keqe me një rrugë, jemi disa shtëpi dhe kur ka të reshëra, sidomos gjatë stinës së dimrit, bllokohemi krejtësisht. Të lutem nëse ki mundësi me ardh me pa, na kishe ndihmu shumë. Okej. Hajde nisemi e këqyrëm qëtë rrugë në Koznek të Rahovecit. Okej, njerëz, na erdhëm në fshatin Koznek të komunës Rahovecit, erdhëm të rruga në fjalë rruga Burime, që kjo është gjendja e rrugës Burime. Këtu e kena një person që jeton në fshatin Koznek, Qëndrim Halili, ja? Qëndrim Halilaj. Ti jeton këto? Po, jetoj këto, do me thonë që 30 vite. Çdo ditë bjen me kalu qiknej? Na këtë rrugë kemi, do me thonë që është alternativa e fundit që na kalojmë këtë rrugë. Okej. S'keni ka i bene tjetër ka? Na këtë rrugë nuk mundna veç njërë se fluturojmë. Amo kjo rrugë është për çdo ditë me probleme me të loshi. Rruga Na tash të jena në fillim të rrugës. Po fillimi i rrugës. E sa është se këtu po duket si me konë rrugë malore, do me thonë. Po, sa shtëpi janë të lidhëna me këtë rrugë? Po, momentalisht në këtë shtëpi, këtë rrugë jemi 5 familje. Çdo ditë do me thonë me kerr, me... Çdo ditë ne do të me kalu me kerr. Kerrin çdo ditë duhet me qunë tin servis. Jo armatizerat, jo guma shkyet. Që kanë ardhur, më kanë ardhur vllaznit 5-6 vjeç të pe ku elojnë Audin, atje në kryt rrugës, se nuk janë të mujt as me shti. Kanë era çojmë anasjelltas të shkolla. Po. Ma ofër shtëpisë pak, për me siguru mos me dëmtu dikush. Amo kjo rrugë është në gjendje e tmerrueshme. Që kjo është gjendja e rrugës Burime në Koznek, njerëz. 5-6 familje detyrohen çdo ditë me kalu knej, shpesh herë edhe bllokohen kur ka të reshuna tilla, fatbarësisht nuk ka pas të reshura masive ditë e fundit, por që kjo është gjendja. Na u detyru me lon veturën poshtë krejt në fillim atje, për shkak se na thanë që është e pamundër me veturën tonë me kalu knej. Qëndrim, a ju vjen kom knej një herë? Na bjen edhe në kom, se ka një herë kur bllokohet edhe rruga, na kur i lojmë kerrat jashtë kësaj rruge, diku të rruga Nelt atje, të asfalti, na duhet me shku prej shtëpisë, me hec 2 kilometra në kom, me shku me kerr, me shku me ble diçka, në qytet edhe prapë mu kthy, kur të vim na do të me bëj pija të jeshit, me çu ushqimin të shtëpia 2 kilometra në kom. Se ka rast 3 deri në 4 ditë na bllokohem këtu. Son dilni me Nuk muna me dal. Këto veç pa shihet diç ka nis më bon këto pjesë të borës, këto kur të fillojnë më ngri. Po këto mundesh me shky edhe kerrin, si në gjendje me kalu. Këto edhe absolutisht që. është në gjendje të mrerueshme, këto Opa, kujdes çto. këto me pas mundësi për 24 orë kisha në shu vendin. Se këto s'mundesh me jetu. Këto s'ki furnizim, s'ki këto për tana sanat jemi keq, këto s'ki shkollë, s'ki që është duhet, s'ki ujë, s'ki kanalizime, s'ki sen këto. Unë sot e kam marrë shtëpinë e re, nuk kam ku mja qu kanalizim në shtëpisë së re. Fshati si fshat nuk ka kushte, kur çfarë kushte nuk ka. Kur mundesh me thonë keq, punës keqe që është e mirë. Çdo herë që kemi bërë kërkesë në mars ako ne kryne, që 3 mandate ky është i kalu, në mars është e kryne. Herën e fundit që më ka thonë, me 15 deri në 20 gusht, është e kryne rruga. Është e kryne rruga, si kthehet firmja pi pushimit rruga është e kryne. Kam marrë shembull me kerr të ri për Italijës, po se më të bitë shtëpia këtu, po do të më lën shumë nalt ose të asfalti atje ose me pu rrotullat e shkolla, puna se pja jep. Kom hi 2-3 herë, më kanë të prish kerrin për fundi, më ka ngrit krejt kerri prej thera që kanë zapu rrugën, domethënë kanë dalë. Apo priton me ardhë në shpe kur peden? Kam vendosur që më kerra për Italijës, mos më pu kur këtu në Kosovë se sheri rrugës shihet rruga katastrofë. Krejt e çame, krejt gropa, pak ty çdo grop të kësen kire havo, a shpërthena i sena, prish gumat, më të merë rruga. Bile kur i na dal, o do të me morë një shati, një kacime veti, puna ka kina kalu me kerë, mi mblu gropa që me dalë ma let në asalt me shku atje. Tash po nisemi në mujshim me u kthy dyqysh te komuna e Rahovecit,
edhe me kërku përgjithësi, edhe me kërku intervenim, edhe me kërku një dot të intervenimit me afërta kur ka me qenë qërë, sigurisht nuk mujnë me shtru asfalt një janar, po si do qoftë na kena me insistu me kuptu cili është plani i komunës për këtë rrugë nëse ekziston një plan, ndërkohë derisa të mrina atje mos harroni këtë operimin tem terene mundson Pojegu Brothers i ka ofertat më të mira në treg rreth patundshmërisë, qoftë shtëpia, qoftë banesa, vizitojeni pojegubrothers.com. Okej, erdhëm te objekti i komunës së Rahovecit këtu bashkë me drejtorin e shërbimeve publike, zotin Përparim Krasniqi. Zoti Krasniqi ka të bëjë me rrugën Burimi, thëshin ata banorët, po aty në fakt sinjalistika ka Azem Shkreli. Rruga në Koznik. Në fshatin Koznik. Po, çashtu. Në fshatin Koznik. Gjendja ke kogja e keqe. Na kemi në kontratat pjesë të rrugës. Rruga është e gjatë 1355 metra. Edhe besoj se gjatë këtij viti, edhe me kryetari ka bën në top prioritet me asfaltuat pjesë të rrugës. Okej, kur që të vet? Tash shiko, na jemi në periudhën dimrinore, që kompanitë ende janë pushim. Ne besoj me fillimin e marsit do të fillojnë punimet, po ajo rrugë është e gjatë, nuk është rrugë e shkurtër që mund të kryejmë një herë, domethënë ajo i duhet një kohë. Ose as kanalizim nuk ish. Se jo, problemi në kanalizimit është atmosferik, se kanalizimi ka. Po, okej. Edhe duhet me trajtu kanalet e urave të shiut, duhet me bëni një urë aty, për shkak se gjendja e urës është në rrugë aty që lidhet me fshatin. Çashtu dhe ish dëmtuar. Është dëmtuar, duhet me trajtu edhe ura më së pari. Kështu që brenda këtij vitit besojmë se do ta përmbyllim me sukses këtë rrugë. Amo punimet po thu që kanë me fillu në mars, apo? Mars, po, besoj që po. Nuk shkojnë për te i marsit, po besoj. Nuk besoj jo, për shkak se inshallah ndoshta nuk do të fillon edhe koha të nxehtë të rregullohet, sepse këto ditë kemi pas zhveshime, kemi pas situata emergjente. Edhe besoj që në momentin që të fillojnë, do të jeni edhe ju të ftuar aty të shihni pamje. Zoti Krasniqi, të falenderoj shumë. Respekt. Kalofshi sa më mirë. Faleminderit shumë. Shihemi prapë në mars. Patjetër. Çka shprej me njerëz, kena me u dok prap, ka mesi i muajit mars, e po gjendjen e dëgjut deklaratën e drejtorit. Unë jam Burim Pacolli me që ta morëm gjenin këtë platformat, siguroni një follow. Si që thamë, Burim Pacolli është një prej gazetarëve më të vyer të Gazetës Nacionale edhe nështë në krejt Kosovën, por prapë se prapë ka njerëz që pa arsye, pa kur farë motivi, pa çka me thonë, i gjuhen qofë edhe burimit edhe e shojnë. A peo qanë një djali cili prej viti 2022-3 për ditë ishte shoh në Facebook Burim Pacolli. Po, ma në fund të trajtoj, domethënë, adin edhe thirri, edhe tani u thas që kërkoj falje. Po Burimi si djalësh është, ja fshini postimin në Facebook, edhe si me thonë ja foli me një farë mënyre. Po, ja kështu anonim, po ja anonim edhe zonin ja boni kështu. Në fakt duhet miqun policia. Duhet miqun policia se pse Burimit. A ndjekim historien e Burimit me qytetarin Sharës? Hajde. Osi nuk të vrau Miloševiqi ta përdhënën të atë mamin të dëve. O ta qësha farefis ku ta kesh, ta qësha mamin ty a Laudinit e ne berat veshmadhet. Aja ke marrë dikuj në motrës servil k***, ku je o gjalli k***ës, ku je o dhjef shafarën e m***it. Okej, që ky mesazh ka ardhë dje në Messenger, që ka bona one, e bona një screenshot, edhe e postova, ja zbulova edhe identitetin personit që ka shkru, personi reagoj me njëherë e zbuti diskursin, se sigurisht ja kanë qu shumë postimin tem në mesazh, më ka shkru prap mas nej, sët kjo, vetë sa ndodhi, do me thonë, Burim, ka mundësi një numër telefoni, veç 2 minuta. 2 minuta më ka thirë, 2 minuta mundësh me bisedu, më ka thirë një 15 herë, hajde tashti që ka po bojna na që rësa shumë më ka shkru. Që ka po bojna na, është po e thirem që tashti, se hajlosi ja ku më pranu mesazhin, edhe të këqyrëm bashkë që ka ka me na thonë që tashti. Sigurisht, thët, ma kanë thuj pasportin, ma kanë haku, ose fëmija kanë shkru. Se këta që shkrujnë që shto në online, zakonisht, kur të marrin vëmendjen, ndryshojnë qasje. Alo? Burim? O, përshëndetje? Të më bësh halal vëjtont, halal të më bësh. Më falë, ditë e natë, thëmë. E pse ke shkru qka të nëziti me shkrujt ashtë? Si burat 2 minuta dhe vënjasë në Prishtinë,
Ja, s'ka gjë, s'ka nevoj me u taku heq, po veç po më me ditë çka t'ka shty me mshasht. Nuk kom kanë vetë, ma bush halal vetë të anok, edhe vajnë nesën Prishtinë, ndash reform, ndash varë, ndash... Ja, s'kom nevoj, s'kena nevoj mo rejon e ti, se unë s'foli me asi gjuhet, ta më puna. Mirë po veç po më intereson me ditë çka t'ka nxit. me shkrujt. Ashtu, se ke pak... A bon vetë nesën Prishtinë, bëjmë më vetë. Po s'kena nevoj me nejtë, se paka shumë unë pe kuptoj që ka qenë moment nashta frustrimi në start, që aty për që aty t'u ka akumulu, nashta je ka nervoz edhe me diçka tjetër, ti ishe babe dhe vetë. Më falë që shumë prej kishan, ma fshakit kjo më prej kishan, a ka mund sajtë bëjmë laf në dine se si burat, hiq ma postimit kërkuj halalok, unë dhe vetë dhe takuj privatisht. Gablava, më falë, a e pranon këtë? S'ka gjë, ja, gjithsesi e pranaj. Veç ju më ke me ditë pëse më ke shoh. Hatër zotin e kje zot, të ma bush halal, unë dhe vaj dhe thëmë fardur se shumë kesh këtë qikat, edhe sa më kesh kroj për qikat, së në duroj, vlaj, beson. Apo më premtën që kime pas kujdes tash e mas edhe jo veç mu, po edhe njerëzve tjerë kur ju shkruan mesazha, kur i kërcnën, kur i shon në internet. Ta premtoj. Hajde tëng. A ma hekish vajt? Po, ta hekim, veç kujdes t'lutna. Numrin e telefonit ma hap, është dhe vajt privatisht, t'lutna. Ja, se hapi mos kena nevoj me diskutuna këtë pjesë, kështu që ka lëf shmirë tëng. E po, njerëz, do me thonë, që kjo është zakonisht gjuha e njerëzve në momentin, gjuha e njerëzve që folin internet në momentin që e marrin vëmendjen, që e kërkojnë para prakisht, e kene apo edhe me shumë rastes, qoftë figurave publike, qoftë figurave politike, në fakt, qoftë artistave, kur i kanë shoj, jenë marë seriozisht, jenë raportu në gjykat, automatikisht e kanë ndryshu diskursin e gjuhës, kanë kërku folje, kështu që definitivisht është shumë e rëndësishme me i ekspozu këta njerëz, kërcnimet me i thonë, gjua ke jashtë zakonisht brutale, që ata vendosa mja bo postim, le të shërbej kë edhe si mësim për të, që tashtë ne ja fshi postimin në Facebook, me gjithat, le të shërbej që kjo edhe një farë manuali për juve që praktikoni këtë metodë, që ju shkru një njerëzve që i shani, që shumë let ekspozoheni edhe mas nej qmimi që e paguni është shumë ma i siklet, shumë ma i malë se sa që i frustrimi i momentit në ashta kur i shkruni qoft një gazetari, qoft një figure politike, qoft një artisti, që apo di nuk javlen. Kështu që që ka shpej me, mos harroni. Dini të pojegubrothers.com i gjeni ofertat ma të mira në treg rreth patundshmëri. Siguroni me vizitu. Kështu pra, ka njerëz që të shojnë pse ti po punon, po burimi kësaj radhe ja folën e nuk isha thonë me qenë ka zemër gjerë, sepse institucionet do të me i trajtu edhe këto raste. Para se me shku të një 2-3 storje të tjera, po ashtu shumë interesante që ka ndodhur në këto javë, ta ndjekim një blok marketingu pa cilët sigurisht se nuk mund të funksionoj as ky emision. Super zbritje dimrore në Jysk. Jastëk për vetëm 10 euro. Pasqyrë 60 euro. Karige 50% më lirë. Jysk. Jetë skandinave. Ngjarja më e rëndësishme që tronditi botën ishte arrestimi i presidentit të Venezuelës, diktatorit Nicolas Maduro, i cili u arrestua nga Delta Force, një njësit special amerikan. Sigurisht kur ka këso akcione dhe kësi vëmendje botërore, gjithë jemi të prirur me ditë sa ma shumë detaje. Një për atyne që mu merë dhe ma interesante ishte që se kjo Delta Force përvec se ka qenë pranishme në Venezuelë për një kohë gjatë dhe përvec se e ka ditë krejt hapësirën, krejt shtëpinë e Nicolas Maduros, e kanë incizu dhe e kanë ditë se cilën dhomë, për tyre edhe dhomën sekrete, ku ai e ka pos tunelin për me dollë në një vend tjetër, këta
kur e kanë marrë vesh keq si duket shtëpia e Maduros, e kanë rindërtu shtëpinë edhe një herë pi fillimit, edhe e kanë ushtruar aksionin e arrestimit të Maduros nashta 100.000 herë so herë. Pra e kanë ditë këta policët e njësitit Delta e kanë ditë shtëpinë e Maduros më mirë se vetë Maduro, edhe kanë bly keq aksionin për 49 sekunda. Gazetari jonë po ashtu, dedikuj zoti, Berat Buzhola e ka spjegu me një 7-8 minuta krejt këtë aksion të SBA-s në Venezuelë. Ju ftojmë ta ndeshni. Amerikën kryesisht e du për 3 arsye. E para, na ka psu pi Serbisë. E dyta, na ruan pi Serbisë. Edhe e treta, qysh drejtë një nxendje që edhe aksionet më të komplikume, sikur djen Venezuelë, me u bë me u duk si prodhimi i Hollywood. Veç pak muzikë, video, edhe lirisht lëshojnë për kinema. A ke po që shëtë doke generali. Prej mujtë gushti, dejti agjensit amerikane nuk e kanë trajtu Madurën si president një shteti, po e kanë trajtu si objekt dhe objektiv. Një aparati tonë është kujdes që Madurës me ja një hapat, zakonet, oraret, qka hanë, qka vesh, ku flenë edhe nësa flenë, ku shkën edhe pse shkën. Si pas deklarimeve publike generalit Dan Kane, e kanë ditë edhe qëfar kafë shmon të shpia. Përgatitja aksionit edhe realizimi I tij tingëllon pak si roman I spionazhit. Amo kur I lexon shkrimet e medjave kredibile botnore, e kupton se arrestimi I Madurës nuk është kon impuls I një presidenti kaotik qysh shpesh portretohet Donald Trumpi. Arrestimi I Madurës është kon projekt I mendum prej krejt mekanizmave të shtetit, pej shpizbardh e deri te FBI atje. Kjo video jamja është ndërtu në bazë shkrimeve të New York Times, BBC, Guardian edhe Axios, ka të bëj me aksionin në mënyrën që është zhvillu djenë Venezuelë. Aksioni për kapjen e Madurës është koni përgatitur në 3 fronte: inteligjencë në teren, teknologji në ajër edhe presion politik në Washington. Ngusht, masi që aksionin e ka aprovu Trumpi, një ekip I vogël I CIA është fut në Venezuelë pa mbulesë diplomatike, sepse ambasada amerikane është kon tashme e mbyllur në këtë shtet latin. Qëllimi I veprimeve të CIA në teren është kon qysh me thonë me jamësu pattern of life, rutinën e Nicolas Madurës. Në ndërkohë, një zyrtar I lartë I Venezuelës, njëri afërt I Madurës, po dyshohet që është rekrutuar nga CIA. Amerika I ka pas premtu $50 milion për këndë që jep informata për me kap Madurën. Me gjas, dikush o tundu prej kësaj shume. Kur I kanë marrë informatat e shtëpisë Madurës, komplet planin, forcat speciale amerikane e kanë ndërtu një shtëpi krejtësisht njëjtë në Kentucky, ku I kanë bë ushtrimet forcat speciale. More dyrt, korridoret, dhomat, dhoma qelikt, safe room-i, stervitja në sekunda. Bile e kanë testu edhe hapjen e një dhome që ka pas derën e qeliku, që e safe room, dhoma sigurt, e cila dhom është kone në gjitne me dhomen ku flen Maduro, në rast se dikush futet dhe I aty. Trump tha edhe nëse kish hyq aty, edhe kish mshel derën, kur gjas kish më rrinë, pra o munu me hi e ka dështu, se në ushtrime, forcat speciale Delta, qatë derën e qelikut pas kanë arrit me qel për 47 sekunda, pra kish vanu aksionin për 47 sekunda. Prap, shumë njerëz menojnë që kjo aksion është konë vesh një teke e Trumpit. Mirë po, prej gushtit, aty janë përfshi fuqishëm. Marco Rubio, sekretari I shtetit me prejardhje latine. Stephen Miller, truri ideologjik I Donald Trumpit, njeriu kryesor I Trumpit. Pete Hegseth, Departamenti I luftës, edhe John Ratcliffe, CIA. Deri vonë, Trump dhe ekipi I tij kanë punu në 2 fronte. Plani A, Maduro me u largu vullnetarisht për një shtet tjetër, më shku me lypa Zeldikon. Trump ka fol disa herë me Madurën, madje edhe javën e kalume, ku I ka kërku ati me u dorëzu. Trump I ka kërku Madurës që ai me u arratis në Turqi, ky fol me Erdoganin edhe se ngus kërkush, ama Maduro nuk ka pranu. Kur negociatat kanë marrë fund,
në tavolinë ka met veç plani për cilin forcat amerikane janë stërvit në ndërkohë prej mujt gusht. Manej, erdh edhe nota kritike që e tronditi një planet me mënyrën e realizimit. Urdhri final, sipas kronologjisë, ka ardhur premte në 10:46 darkës me orë New Yorkut, me një frazë thjesht për Trumpit: "Good luck and Godspeed." Ky është momenti kur ka filluar operacioni, i cili i ka ngrit në qiell 150 mjete ajrore për 20 bazave të ndryshme në tokë dhe ndeti. Helikopter me extraction force, forca nxjerrëse, me trupa speciale, me agent të FBI, që kanë fluturu mbi Karaibe 30 metra mbi deti, që kaq poshtë kanë shku. Ndërsa këta helikoptera janë mbrojt për snalti për dronave edhe për avionave luftarake bombardues, krejt modelet e EFA vishin paskon. Skenario është konë paka shumë sukur një Iran para disa mujve, sigurisht me specifika tjera. Amo ideja është konë mja shkatru Venezuelës mbrojtjen ajrore për para se helikopterat me prek me dal mi tokë, sepse janë të lëndushëm helikopterat në mbrojtjes ajrore. Një tjetër element befasues i aksionit është konë errësira. Me një sulm kibernetik, Amerika ka arrit me jaunal rrymen komplet Karakasit, se dia i keni pa ato videot e fundit, edhe do që i pa tash ku është kejt terë, veç zjarri i sulmeve. Në momentin kur helikoptert po hynin në zonën e goditjes, ata me gjitha to kanë fillu me u të shëllu për forcave të Venezuelës. Generali Kane thët se një helikopter u godit, amaj me gjitha to mbeti i fluturushëm, pra ka arrit me rujt stabilitetin. Me orë lokalit lindjes Amerikës, Eastern Time, le të themit New Yorkut, trupat amerikane jënë fut në tokën e Venezuelës në ora 1:01 mëngjesit. Kjo është momenti kur operacioni nuk është konë plan eksitus në letër, për moment kur 10 forca amerikane e kanë pas kryt që shtot kjo ju në ngërshan. Në gjdo dështim nuk është konë që i shkon kryt veç ushtarit, po i shkon edhe Trumpit. Posaçërisht, të e di që ai ka vendosur aksionin me majt sekret për kongresit, sepse u tut që rrjedhin informatat. Manej, për krejt ju që ndoshta e keni pa dokumentarin ku forcat speciale amerikane shkojnë me nxon Bin Ladenin në Pakistan, muni me ditë qysh edhe aksionet mas mirë të organizume din me dështu ku realitetit përplasët për ftyre, sa do që ti përgatitesh në teori. Qysh ka thonë Mike Tyson, krejt ushtrimet e taktikat e boksit marrin fund kur te hanë goditjen e parë mjekër. Trupat që jënë fut me nxjerr Madurën në kohë reale, jënë konë të shërby me inteligencë, me informatat e inteligencës prej ajrit edhe për detit. Për me bo operacionin edhe pak ma shumë tensionum, se pak kanë pas presion ato forca speciale që jënë konë aty, ata kanë di që operacioni është konë të ju këqyrë live prej Donald Trumpit edhe zyrtarëve tjerë të nalt. Dhe çfarë presioni psiqik është ai? Trump tha se krejt në gjarja ati ju ka dok si film. A i kalzej ke qysh Maduro e gruja ati Flores kanë provu me u fut në dhomën e blindume, ama forca speciale i kapen ata para si me mshel derën. Në këtë moment, presidenti objekti përfundon pronga. Tash fillon pjesa më rrezikshme, qysh me dal me objektin jashtë Venezuelës. Sipas generalit Kane, në këtë moment kanë shku edhe helikopterat qysh i qujkaj ex-filtrim për minzirë, ndërsa avionat e drënët i kanë dhonë mbulim pisnalti. A i tha se ka pas shumë të shtona gjatë kësoj kohë. Trump e ka konfirmu se disa Amerikanë jënë plagos. Mirë për në radhën e Amerikanëve nuk ka pas viktima. Për viktimat e Venezuelës, shifrat janë të paqarta, mirë për përmenen dikun rreth 50 vromë. Në ora 3:29 të mëngjesit, forcat amerikane e kanë lënë tokën e Venezuelës që ndalën detit hapun. Aksioni ka zgjat fiks 2 orë 28 minuta prej kur kanë hi në Venezuelë deri ku kanë dalë. Në ora 4:21 të mëngjesit Trump e ka njoftu botën në Truth Social. Me pas, Shtëpia e Bardhë ka publiku një imazh Maduro i lidhur në sy në bordin e një anije amerikane, në bordin e një avioni amerikan. Ky operacion nuk është konë thjesht arrestimi një burr shtetase në një shtet huj. Trump edhe Amerika këtu kanë tregu dominancë edhe superioritet. Pra lufti me gabu o konë minimal.
ajo që ka ndodhë dje, është konë dekurajimi madhë për autokratet ose do sovranistat majtë në përvenet ndryshme të botës. Edhe tek e funit, çfarë do menimi që mundi me pas për Trumpin, Maduro është 1 milion herë më i pushtër. Pastaj, vrejtja, a ishte kjo shkelje e parimeve të Kombeve të Bashkuara për një farë lloj sovranitetit shteteve. Aha, do më thonë, qatë kartën e Kombeve të Bashkuara ka drejt me shkel veç Rusia, apo? Amerika dje e ka realizu një masterpiece në sytë krejt botës. Pra, misioni ushtarak duket se u kon i stërvitun deri në perfekcion. Pyetja që mbetet tash është, a ka me kon dhe plani politik, po ashtu masterpiece qysh është kon aksioni ushtarak që e kanë zhvillu dje forcat elite amerikane. Sponsorët videove të mija janë, mos harrani edhe këto, që ju i keni merak këgjasi shumë, është Kafe Pavin, është Jysk Kosova, është Riga Farm, kompania kryesore farmaceutike në vendin tonë, edhe është Buzhala Estate. Po kthehemi me rubrikën e fundet, do më thonë jena në fund të emisionit, edhe është rubrika AI, rubrika inteligencës artificiale. Zakonisht e këna lanë me plan me i marrë do foto me i krahasua janë me AI ajo, që më ju të regu qytetarëve që me i dalu, që kam la për shtypje që kjo foto janë në Solothurn në Zvicër, që kështë ndodhë takimi mas Banjskas, ku kënë edhe zyrtarë Mimoza Kusari, Fitore Pacolli, pastaj ke Lutfi Haziri, Benan Nikaj, Ardian Gjini, po. Kjo që janë bosh shumë e vështirë me kuptu kur një foto është me AI edhe kur nuk është me AI. Qa më në vështybje ke që komentojshin e thonë edhe që kjo është me AI. Po kryen hapësirë manipulimit jashtëzakonshme sa që kjo fotografi në Solothurn të Zvicrës është e një farë procesit të lehtësimit të dialogut Kosovë-Serbi dhe ky summit që matë në Solothurn ka faqe zyrtare të vetën ku e ka publiku këtë fotografi. Edhe tash, që ka ndodhë? Kur ne e kemi publiku të njëjtën fotografi, kur ta zonë më në Facebookun tem personal, të e shfos një pikpo me teme personale, të personalizume, të raportit tim me pushtetin, e kutadion e krejt e personalizume, edhe e kum qitë këtë fotën e Fitore Pacollit me Dalibor Jeftić i listës serbe, të cilët ishin në takim dhe janë fotografu në takim, pra Fitore Pacolli e vetë vendosis me Jeftić të listës serbe kanë qenë aty në takim në vitin 2023. Pas sulmit Banjskës. Unë e kum qitë këtë foto në Facebook edhe kur në shu komentus më rashan. A ke po kur e qëtë një foto, ka një herë që të bëhë shumë virale, ma shumë virale se që ke menu. Një 90.000 veta këshim po atë foto. Se ti asë dënë ka një herë të viralitet. Jo, po se do është, unë e keqë të me honë pikpomje e personalizume për do shok, për do që shtu që e shojnë një pikpomje teme të shpeshone. Edhe tash për që bëhet me marrë mu komente, kjo është e jaj, kjo nuk është e vërtet, pse ke prej fotën. Se si me thonë foto jënë konë kejt, jënë konë Bernard Nika, jënë konë Ardian Gjini, Lutfi Haziri, Fitore Pacolli, Mimoza Kusari, kejt. Po ne personalizova, si me thonë, qa më ka thonë mu një herë një militant i Fitores, kur unë jëmë kontu e të kalëzu aspektin ligjor, se si lista serbe nuk mënët me marë pjesë në gjedhe në Kosovë, po cilat janë procedurat për mindjek, kur unë i tregojsha qëtu procedura, një militant i Fitore Pacolli më thujke ti je me listën serbe. E ta është të ndojsha me shfaq që ato në Facebook tem se qysh është e mundur që Fitore Pacolli në qatë ku konë me Dalibor Jeftić në listë serbe në takim. A i këtu ta ka mbrojt? Po, a i këtu e ka mbrojt Fitore Pacolli edhe okej. Po tashti nuk pedi edhe hajlo që tasht ende kur jemi duke e gjiru këtë emision edhe kur ka mu shfaq këtë emision kemi njerës që në të ndjek tasht live të cilët nuk e besojnë që kjo foto është e vërtet. A Mimoza Kusari Lila, doli me reagim, a më në të regjia me qitë reagimin e Mimoza Kusari Lilës, që ka qenë në takim me Fitore Pacollin, kur që nuk, pra nuk është me AI, u bo kaq e vështirë me ditë se kush është bërem që sigur të informacionit, po mesazhi jem për shikust dhe për dëgjust e tonë është bërem të sigur të informacioneve, janë ato redaksi që kanë adres të redaksis, që kanë numër telefonit, që kanë adres të punës, që kanë
kush është aty drejtor, kush është kryeredaktor, kush janë redaktor. Hierarki është. Që ka hierarki dhe për çfarë do dyshimi që e keni, që nuk po e shfaqin të vërtetën, që po bujnë foto me AI, që nuk është... Janë tani organet? Janë ko për plot organe ku ju mundi me dëmtu qatë medium ose ato ku po e merr një informacionin. Pra, unë e di që është e vështirë, mirë po, si me thonë të më konë pak më aktiv, për me kuptu çka është e vërtetë e çka nuk është e vërtetë. Po, qëre, fotoja ke për një me, Fitoria ke pak nervoz dhe që janë. Fitoria po duke. Nuk ke lumtur që po del që aty në foto. Po, nuk i ka pëlqyer shumë, Mimoza... Ja, Mimoza ke... Qëre? Mimoza cool. Qëre mu pak tash vezni diçka. Se adin ju gjojtën shumë me reagime Mimozës, jo ka full edhe me... Radojqishin. Po, me Radojqishin. Se di ka nëherë po thom, a menoni ju që se din këta tjerë që kjo ka shku që atje me uta, adin? Ja, di. Po te, adin se pak për amnistojnë. Adin Mimoz ka nëherë, po menoj si për ju konvenon edhe partive. Ku shukon se do Ardian Gjini, po më lene Ardian Gjini. Abdin ose Fitore Pacullin. Nëse Mimoza, hajtë se Fitoria, po aty këtë e din, edhe Glau, këtë e Albini, edhe di Malbosha, këtë e din. Ti nuk shon, me bumbis me dit. Ata, do më thonë ti ishe shkarku sot. Pisa një koment shkur të qafë të piprizmit tem të hajde, diska të thëmë. Diska tjetër, do më thonë qa mu do ke interesant, ke që pas reagimit Mimozës, kënë dokumentus, për një me e kom, më pëlqynë shumë qytetarët cilë të thëshin, okej, nëse kjo ka qenë ju e fshet askur gjë, pse nuk e keni as një publikim, do më thonë të qasaj foto. Ja, kur se kam publiku. Deri e nëzërëm në mediat kërkush se ka di që këta jenë taku. Nëse s'kanë qa me fshiu, do është me kalëzu. Plus, a di pse se kam publiku? Sepse ka qenë narracioni i vetëvendosis dhe i Kurti që nuk e takojmë as një zyrtar serb pas Bonjskës pa u dorëzu Milan Radojqić, pa kërku folje edhe ishtë dëmtu që e narrativ. Po, nështë na u dorëzuaj. Pra ndaj, je nuk u dorëzu. Po, nështë na u dorëzu, mas jenë tak. Lema mësëm, qa ke prej prizmi tem kështu që e për cilë politikin më ti, është në këtë fotën totale të madhe, u vrejke që qëndrimi i Mimoza Kusori Lilës, qëndrimi i Lutfi Azirit, qëndrimi i Ardian Gjinit jenë dyqysh sikur nuk është tjera 15 që jemi të u taku qëta, vëde. Je 48 herë që në taku. A dhe reshën dyqysh u poke që qëllë që Mimoza ka dollë mu shëtit me këtë serben, me boni shopeng, jenë mësuja kanë morë dure. Fitoria, u vrejke që hera e dytë. Ja, e dytë se e pora është halo ma, hera e dytë. Qa dhe ishta me thonë, është që tash visë u identifiku edhe kjo politikania sërbe edhe qëndrimit që i ka pas për Kosovën, kish pas do më thonë e deklarata të ronda edhe për Adem Jasharin e UÇK-n e qështu. Qa dhe ishta me thonë është qështja kryesore atje ke, që nuk o trajtoj ke shumë se njerës pëzgjuhin personalisht atyre që jënë kanë atë, përfacuzve subjekteve politike. Aty është diskutu tërhesja e njësive specialit policisë Kosovës prej veriut, do më thonë pas Banjskës, abdin. E tash, çështja kryesore është që qëtu sene ti nuk i ke kallëzun Kosovë kur, se ti këtu e ke majt. Që shukona e që thëjke Albini atje... Skifter në Zvicër për bjen? Jo, skifter në Zvicër, Skifter në Kosovë. Pull, Zvicër, skifter në Kosovë. Skifter në Kosovë. Po përmbyllu me starë, për. Okej, përmbyllim për sunte, për me emisionin POV nacionale, me mua dhe me Oqan dhe Mokun, do t'jeni gjdo të djel me kronika unike, me terene për Oqanit, si dhe me intervista. Natën e mirë, gjdo të mirë. Faleminderit.